Dhe nuk ka pasur realisht edhe ftesa të tjera, sepse u tha që do të bëjmë përpjekje, kërkojmë kohë shtesë që të bëjmë përpjekje që ta zgjidhim këtë çështje për marrëveshje, por s'ka pasur një ftesë. Duket kishte, nëse s'gabojnë, nga kryeministri në detyrë, duket partive tjera. Kishte para se të ndodhte ai Po, ata në rast se i përgjigjen, kërkesa të tilla janë në një pozicion ku konsiderojnë që janë afate jo kushtetuese. Është koxha problem edhe me kriju koalicion. Dhe në këtë qorsokak që kemi hy, prapo përsëris. Do shta zgjidhja dhe keqja më vogël do të ishte shkurja. Ajo çfarë bie në sy, profesor, është deri diku lidhja demokratike e Kosovës, po qëndron e heshtur përballë gjithë asaj se çfarë po ndodh. Pam që edhe dje nuk pati ndonjë reagim specifik mbi atë. Të paktën nuk kam arrit lexoj reagim zyrtar të lidhjes demokratike të Kosovës mbi pamjet e djeshme. Vetëm se sot në orën 14 kanë një mbledhjen në selin e LDK-s. Po. Si e komenton, profesor, më pas për të kaluar edhe tek Kenani, me qënë se e drejtova pyetjen për profesorin? Po besoj që LDK-ja do duhet kishte një qëndrim, ka përgjithësi. Ka përgjithësi qytetare dhe do duhet kishte qëndrimin e saj se ku qëndron në këtë aspekt, konsideron që kanë kalua fatet kushtetuese apo jo, a konsideron endje mundësin për një marrëveshje politike, apo ndoshta kalshu pete kërkesa për president e kështu me radhë. Ndoshta kjo është si rezultati krizave të brendshme të LDK-s, krizave të leadershipit. Është ftu takimi me grupin parlamentar, por besoj se si parti do duhet ftoheshin edhe organet e partisë brendshme. Sepse vendimin final besoj që e marrin organet e partisë. Një gjë të tillë nuk e kemi pa tek LDK-ja. Kjo është një lloj indiferencë ndaj këtyre zhvillimeve, të normalisht që partitë e kanë obligim që t'i adresojnë këto çështje dhe t'u japin zgjidhje për atë sa kanë kapacitete dhe jo të qëndrojnë indiferente sepse kanë marrë një numër caktuar të votave, kanë ulse në kuvend dhe ndajnë përgjegjësi edhe për krimin e institucione, po përgjegjësi edhe për mbrojtjen e kushtetueshmërisë së vendit. Një gjë që aktualisht nuk jemi duke parë këto ditë tek LDK-ja. Ndoshta është edhe krize e leadershipit, manifestimi i krizës së leadershipit të LDK-s. Okay.